edhe një pyetje kryetar, pse u ngrit çmimi i biletave të trafikut urban? Sot veç po aplikohen me çmimet. Okej, ne faktikisht po i shtym proceset për digitalizimin e biletave, pra digitalizimin e procesit, pra jo me pagu me cash, po me i ble biletat ditore, javore, mujore në bazë të proceseve pra të kartave digjitale, edhe aty i kemi majt këto biletat pra të ulta, mirë po i kemi një çmim më të ngritur nëse bleni me cash në vend sot. Pra të gjithë qytetarët që i marrin pa pare, se i marrin këtë kuletën digjitale, biletën e kanë, po them, pothuajse të njëjtë, se shumë më lirë se sa nëse paguajnë cash. Pra është një proces i modernizimit të gjithë flotës, tash edhe autobuset e ri që janë duke ardhur kanë me pas mundësinë për kështu touch sistemi për me prek me telefon apo me kartel, edhe këto bileta kanë qëndruar të ulta, pra nuk janë të ngrituna, janë vetëm ato të cilat i paguën cash. E këtë po them, po mundohemi që një numër sa më i madh i qytetarëve që të adaptohen përdorimit të autobusëve, sepse po themi po e modernizojmë edhe flotin e autobusëve në gjitha pjesët e kryeqytetit, pra kemi tashmë vetëm një numër të madh prej 24 autobusëve që qarkullojnë të ri, po vinë edhe 20 të tjerë, kemi me pas 100 e më shumë autobus të ri në kryeqytet.